që ka një raport të tensionuar mes Këshillit të Ministrave, zotit Rama dhe pjesës hetuese të drejtësisë është dukur që nga deklarata që zoti Rama bëri në fillim ndaj arrestimit të zotit Veliaj, që e ngriti çështjen te mungesa e standardeve, edhe gjithë pjesa tjetër, pavarësisht se ka mbajtur qetë, po ka një lloj tensioni, pra reflektohet një lloj tensioni. Unë mendoj që zoti Rama me këtë deklarat, pas edhe vendimit të gjykatës kushtetuese që pranoi çështjen për ta ndarë ose jo që mund lejohet pezullimi, është një lloj mesazhi që zoti Rama i jep institucioneve të drejtësisë, që është një mesazh në thelb që i tregon ju nuk mund të tejkaloni kompetencat tuaja. Pra ju ushtroni detyrën tuaj, pa asnjë problem, siç me rastin Balluku, hetoheni, bëni kërkesa që duhet të kryeni, por në asnjë moment mos kaloni te kompetencat që nuk ju takojnë, që sipas Ramës është shkelje pjesa e pezullimit, se për këtë arsye çoi edhe në gjykatën kushtetuese, që pavarësisht se shumë e kanë interpretuar si një procedurë, nuk e shikoj thjesht një procedurë. Pjesën që gjykata kushtetuese ja pranon. Pra fillimisht gjykata kushtetuese e konstaton që këtu ka një problem ligjor që duhet interpretuar. Si o ta interpretoj mbetet për tu parë, por kjo është një mini fitore e Këshillit të Ministrave. Pra i jep të drejtë që ka një vakum ligjor. Është për shkak se çdo vendim që nuk është unanim, kalon mund ta refuzonte, po ajo e pranoi. Gjykata kushtetuese për ta shqyrtuar, që do thotë sipas tyre ka një vakum ligjor që duhet të interpretuar. Thjesht nuk ka qenë unanim. Nuk ka vendim. Po ka shumë vendime që janë unanime. Nuk është e thënë. Pra nuk quhet është unanim ose jo që të marri formë ligjore ose jo. Megjithatë, mbetet për tu parë, unë do ta respektoj si gjithë besoj ato që do thotë gjykata kushtetuese. S'ke ndonjë mundësi tjetër. Jo, patjetër, po se ka dhe njerëz që kritikojnë. Jo, ka dhe njerëz që kritikojnë, ha? Madje ka pasur. Edhe mund ta kritikojnë, po shtrigash. Vetë do ta respektojnë, se s'kan ç'a bëjnë. Rëndësishme është ta respektosh një vendim gjykate, po mund ta kritikosh ka ndonjë gjë. Ka patur dhe një gjë të shtrigash ndaj gjyqtarëve që kanë votuar pro, se e kemi parë. Por për të kthyer pak te deklaratat e zotit Rama, në rastin konkret, ka edhe një zoti Rama ka patur këto ditë një qasje kritike ndaj drejtësisë deri diku dhe arrogante. Por arroganca nuk mungon as tek deklarata e BK-s. Ktheheni edhe një herë dhe thot pasi ne u siguruam që ambienti ishte survejuar me kamera të tjerë. Po pse nuk e di BK-ja që kryeministria është survejuar me kamera? Pra çfarë garancie kanë marrë, se nuk kanë marrë garanci shkresore. Po nuk punohet kështu, nuk e di më. Shteti nuk funksionon, më jep garanci, të jap garanci. Shteti funksionon me procedurë. Duhet ta di. Ka procedura. Jo, ka një sër. Tani mund të thotë një agent i BK-s me gjithë respektin që kanë për punën që kanë bërë. Shiko, ti ke thënë gardës me siguri mua. Pse nuk mund ta thot? Në një institucion që është i mbushur me kamera. Nuk i takon atyre kjo gjë. Dgjoj. Duket e çuditshme. Je futur në territor që s'e ke ti. Jo, jo, si nuk, atëherë, mundem. Kaq. Ju duket e çuditshme që në Shqipëri më në fund pushtetet janë të ndara. Ose të paktën po funksionon dy pushtete të ndara. Pra e kupton për çfarë po flasim, Gryden, çfarë niveli kemi arritur në drejtësi, po flasim për plasjet në kryeministri agent të BK-s. Oficeri BK-s nuk 2 vjet më përpara kjo ishte e pa imagjinueshme. Vetëm ta mbyll. Oficeri BK-s, ty më duket e çuditshme, por nuk i raporton kryeministrit as qeverisë. I raporton prokurorit dhe gjykatësit. Jo, po jo, respekton procedurën para se të bëjë raportimin. Ta mbaroj një sekond, Po jo, se më the të çuditshme. Po mos të çudit se si, nuk e din ata që është e survejuar, atij nuk i intereson. Ai është në një ambient, është në kryeministri. Aty ka është dërguar nga një prokuror ose nga një gjykatës me një vendim. Po pritet ta mbaroj se gjykatës që dërgon. Po s'të ndërprej, thash. Jo mos janë dy pushtete ndara. Ai nuk i intereson fare, është kryeministri, është ministri. Duhet të sigurohet që të respektoj ligjin dhe nëse do hyj në një ambient, duhet sigurohet që ajo pistoleta që i kanë dhënë duhet jetë një ambient i survejuar, me ambient i mbyllur, do thuash ti, po nuk e din ata që këta. Po këtë po them dhe unë. Po ta mbaroj. Këtë pra më duke thënë. Respektojnë rregullat e ligjin. Ata e din mirë në fakt se çfarë bëhet në kryeministri. E din shumë mirë ata. Se sa respektohet ligji, sa respektojnë procedurat, si jepen tenderat, si abuzohet me pushtetin. Ata e din më mirë se ne. Edhe pikërisht sepse e din, janë aty dhe duhet kujdesen shumë. E para, e dyta, ti thua një raport intensionuar, të thuash një raport intensionuar,
Nuk mund të flasim ne midis që raportin midis prokurorisë edhe Spakut. Je analisti i deklaratave të mia apo se s'po e kuptoj tani, po bën analizën. Po patjetër më debat do bëni, s'keni mundësi tjetër. Edhe këtu si me vendimin e gjykatës Arbër, mund mos ta duash, po do respektosh edhe këtu. Mund mos pëlqej, po do ta bësh debatin. Jo, respektoj, po do ma lejoj dhe mua replikë. Po patjetër me sa duash ti. Ta jap unë replikën. Raporti tensionuar, kupton? Intensionuar. Më fal, për çfarë po flasim ne? Dy shok që janë zënë apo burrë gruaja janë zënë, po flasim për drejtësinë dhe ata që drejtësia dhe Spaku po heton, që është Këshilli i Ministrave, i kanë marrë një nga një. I kanë marrë një nga një. Kjo nuk është zëvendës kryeministri i parë, që është në hetim dhe akuzuar dhe pandehur nga Spaku. Është e dyta. Është i tjetër narrati dhe është kjo. Ka ministra pafund që janë të pandehur, janë në hetim, ke një ministri të tërë. Janë pas hekurave. E pandehur, janë arrestpje. Më falni sekond. Jo, termi në këtë rast, termi është... Unë themi tensionuar, ju çfarë thoni? Janë në luftë, është ndryshe. Janë në luftë, nuk është tension. Luftë mes institucioneve? Po, absolutisht. Janë në luftë, sepse Edi Rama nuk e pranon. Po, mor absolutisht, Edi Rama. Që drejtësia po lufton në ekzekutimin. Ja, shikon ti që ti vin këtu me një kënd vështrim. Edhe ti e demaskon vetë. Që ju thoni. Jo, shiko. Ndërkohë që drejtësia, ta shpjegoj shumë thjesht, ndërkohë që drejtësia për herë të parë. Në fakt agron fjala luftë nuk i bën mirë drejtësisë në këtë. Nuk ka rëndësi, kjo është fakt. I bën mirë si bën mirë, unë nuk jam, unë do them atë që është. Nuk i bën mirë në kuptimin e reputacionit dhe ka fjalën. Kjo ka një luftë. Se unë nuk dua një drejtësi që është në luftë, unë dua një drejtësi që heton pushtetin. Unë dua një drejtësi që është në luftë kundër korrupsionit. Lufta kundër korrupsionit. Po jo pushtetin, se janë dy gjëra. Unë them, tani ta shpjegoj pse them që është një luftë. Unë dua një drejtësi që lufton korrupsionin. Dhe po i lufton korrupsionin. Kjo po është tjetër gjë. Dhe jemi në luftë sepse ndërkohë ata që akuzohen dhe hetojnë si të korruptuar se kanë abuzuar me pushtetin, nuk po vjen në dispozicion të drejtësisë, siç ndodh në Perëndim. Kur të kapin, kur të marrin të pandehur, kur nxjerrin prova, gjë e parë që bën, zhvishesh nga pushteti, kthehesh një qytetar i thjesht, se të gjithë qytetarët të thjeshtë do kthehen, se nuk do qëndrojnë aty përgjithmonë. Dhe shkon dhe del përpara drejtësisë. Kjo ndodh në Perëndim. Kurse këta çfarë bëjnë? Këta nuk shkolen nga karrika. Nuk shkolen se ju duhet pushteti. Shiko, në çdo vend të botës perëndimore, një zëvendës kryeministre, nëse do merrej e pandehur, gjë e parë që do bënte do jepte dorëheqje. Jo vetëm që do jepte dorëheqje kur të merrej e pandehur, por do jepte dorëheqje kur do kishin filluar hetimet, më falni një sekond, kur do kishin filluar hetimet, kur do ta kishin marrë në pyetje, kur do ishte bërë publike. E qartë që Edi Rama nuk donjë gjë të tillë, edhe unë jam i bindur që nuk donjë gjë të tillë. Kthehemi tani te mesazhi i Edi Ramës. Pse Edi Rama sulmoi po sulmonte Spaku, no, këta janë oficerat thjesht, shkretët.